Fiorenca, jemi përsëri së bashku, ndalemi edhe një herë tek ajo se çfarë ka ndodhur përgjatë ditës së sotme në këtë proces i cili ka nisur prej orës 8 të mëngjesit dhe pritet të përfundojë në orën 18 pas dite. Cili ka qenë trendi deri më tani, nëse mund të ndalemi edhe tek ajo që unë konsiderova pak më herët entuziazmi ose jo i vetë anëtarëve të Partisë Demokratike apo situatat të cilat janë krijuar përgjatë ditës së sotme në Selim Blu, por jo vetëm. Po në fakt procesi ka filluar që prej orës 8 të mëngjesit dhe do të vijoj deri në orën 18 të mbrëmjes, pra në orën 6 ku dhe do të mbyllet ky proces. Sipas KOKO-e në fakt antare e KOKO-s zonja Albana Vokshi doli në një deklaratë pak më parë, ku edhe deklaroi që nëse në qendra në të caktuara të votimit për kryetar të Partisë Demokratike do të ketë kërkesat antarëve që mund të kenë shkuar me vonesë për shkak të angazhimeve, KOKO-e do të marrë edhe një vendim nëse do të shtyhet orari në fakt për tej orës 18 që tashmë është përcaktuar dhe do të shohim nëse do të ketë qendra të tilla të cilat do të kërkojnë edhe një shtyrje të orarit. Deri më orën 1 më saktë, sipas edhe KOKO-e, Komisionit Operacional që merret me shqyrtimin e këtyre çështjeve, pjesëmarrja në të gjitha degët e Partisë Demokratike në vend në fakt ka qenë 19.000 pjesëmarrës nga 51.000 që janë thirrur për të marrë pjesë në referendumin e ditës së sotme për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Ndërkohë situata paraqitet pa problematika vlen teksohet sipas informacioneve që kemi si në përdek po ashtu edhe këtu në selinë e Partisë Demokratike, ku kanë ardhur për të votuar si anëtarë të Partisë Demokratike, gjithashtu edhe figura të rëndësishme të Partisë Demokratike, siç kanë qenë deputetët Ivi Kaso, Eno Bozdo, Joride Tabaku apo edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, gjithashtu edhe kandidati i vetëm në fakt i zyrtarizuar për garën për kryetar të Partisë Demokratike si pjesë e referendumit, zoti Sali Berisha ka ardhur për të votuar rreth orës 11:20 minuta këtu në selinë e Partisë Demokratike së bashku me bashkëshorten e tij, siç ndodhet dhe zakonisht kur ka votime të rëndësishme apo votime të tilla, ai është gjithmonë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, i cili ka bërë edhe një deklaratë në fakt për media ku ka falendëruar të gjithë mbështetësit e antarësisë të Partisë Demokratike për që do t'i besojnë ati edhe një herë Partinë Demokratike nëse ky do t'jetë rasti. Në fakt që me shumë gjasa kjo do të ndodhë dhe më pas i pyetur në fakt për një postim të ish deputetit demokrat Ervin Seliani, ku ka postuar në rrjetet sociale një foto të fletës së votimit e cila vlenteksohet përmban 3 opsione pro, kundër dhe abstenim. Në krah të emrit të zotit Berisha ishte i shënuar dhe emri i tij Ervin Seliani dhe i pyetur për këtë, zoti Berisha ka deklaruar se asnjë përfaqësues i botës së krimit nuk i përket Partisë Demokratike dhe duket se këto postime të zotit Seliani nuk e shqetësojnë as pak demokratin Berisha në fakt edhe në këtë ditë të votbesimit në këtë ditë zgjedhje në fakt referendumi që është i vendosur sot dhe po kryhet në fakt procesi edhe në momentet që flasim. Ndërkohë KOKO-e ka bërë të ditur gjithashtu se në orët në vijim do të dalë edhe me raporte të tjera për të theksuar dhe për të përcjell për mediat se si po shkon gjithë procesi në rang vendi në fakt, ku me sa duket deri në këtë momentet që flasim siç e theksova vazhdon i qetë dhe pa problematika me mbështetës të shumë dhe entuziast për zotin Berisha për t'i votbesuar atij edhe një herë Partinë Demokratike. Ndërkohë në orën 18 do të mbyllet edhe votimi pothuajse në të gjitha qendrat përveç atyre sipas KOKO-e nëse do të kërkojnë orar të shtuar ku KOKO-e do të mblidhet edhe një herë për të marrë një vendim nëse do të shtyhet në ndonjë qendër të caktuar përtej orarit të lënë për në orën 18 për shkak të angazhimeve që antarët të Partisë Demokratike mund të kenë pasur dhe nuk mund të kenë pasur mundësinë për të votuar deri në orën 18, por kjo vlen për t'u parë në orët në vijim nëse do të jetë rasti për ndonjë qendër të tillë apo jo. Dhe më pas, pasi të mbyllet procesi i votimit në të gjitha degët e Partisë Demokratike ku edhe po zhvillohet votimi, aty do të fillojë po edhe numërimi dhe më pas të gjitha kutitë e numëruara së bashku me proces verbalin përkatës do të vinë këtu në Selim Blu, ku edhe më pas KOKO-e do të zbardhë dhe vendimin për kreun e Partisë Demokratike.
Qartë, mirë Fiorenca, unë falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë.